Gjithsesi, edhe njerë duam t'ju themi faleminderit. Faleminderit që jeni gjithmonë me ne dhe na mbështesni në aktivitetet fantastike si ky ku jemi mbledhur sonte. Dasma do të vazhdoj, e do të vazhdoj me muzikën më të mirë. Ai është një zë tradicional i dasmave shkodrane dhe është lezeti i tyre ndonjëherë. E mirëpresi me një duar trokitje të madhe Ben Goxhaj. Hajde mbrama gjithë, ju përshnes, ju rojtë e kanoni bukur sonte, së bashkët me ne. Hajde. Të dishtame hakikate, të shmovani ishte e dishtame hakikate dhe shmovani ishte o mirë po paska keni papa e jonon shma punove moj vate drejt o mirë po paska keni papa shma punove moj vate drejt. Hajde muskaj! Hajde rulje! Nuk e di ku e unë të pata momentime nuk e di ku t'ka bezdise unë të pata momentime qonë që luktu ti moj mik ke jamon për mus paske keni kisme qonë që luktur për mus paske jeni kisme mu je kukurasia tyra jo veshti dynja me nja shtatoj si senti ta në shoqet kanë zihim hajde moj vaj shkodrane falma ti se vdare syte tu moj du me pa i bukurine kësaj dynja mani shala vaj shkodrane falma ti se vdare syte tu moj du me pa i bukurine e blue sky. Hajde koca! Dashurin që kam për ty veç i mali sot e di sy të ti nuk bëjt më drit kur se kam ty për kashi dashurin që kam për ty veç i mali sot e di sy të mi nuk bëjt më drit kur se kam ty për kashi hajde moj vaj shkodrane falma ti se vdan sy të tu moj du me pa i bukurine kësaj dynja vaj shkodrane falma ti se vdan syte tu moj du me pa bukurine kësaj dynja hajde me shumlaga pio hajde kanë shkodrani hajde nombra
dritare I pushe se djali Djali ti besare I pushe se djali Djali ti besare Ila ti mujlake Ila ti mujtulake Ila ne sono Se bone marake Ila ti mujlake Ila ti mujtulake Ila ne sono Se bone marake Hadi Mutisa Hadi şimdi Hadi Tirona Ey bu şişik olsa Haydi teşkirşiya Ey bu şişik olsa Haydi teşkirşiya Ey bu şişik Onga da Suriya Ey bu şişik Onga da Suriya La temo ilake Ilake muito pulake Ilale sono Se vode marake Ilake moilake Ilake muito pulake Ilale sono Se vode marake Hadi City Gole And I love you Adasın Adasın Haydi bir kurdi Haydi bir kurdi Bana ben Truç Zonti Yeah A jemi dhe plan të madhin ti Trauma ti dhe mundu me ves Në këtë në pakim Unë të ta me këto e pres Prejrin ti do t'jesh me këllim Do të shkrim të shurim E jam pres me padurim Dhe jeton sa jemi të rim Yeah, mama Yeah Ashtë Vander E kujtoj me ma Një njët në kagir Ando t'jem të va Lullet për shabir Si zanmalje Trupin si sëlbi Synim zareke Vuzën si shërshir A jemi dhe plan të madhin ti Tramba pile mundu me ves Në këtë nga të pakim U të ta me to e pres Prejrin ti u të t'jesh me këllim Do të shkrim të shurim E jam pres me padurim Dhe jeton sa jemi të rim Kujtoj me ma Jetën me lakim A do t'jem t'i va Lullet për shabir Si zon malje Trupin si sëlbi Synin zjareke Vuzën si shërshir A jemi dhe fëllan të madhin ti Tramba pide mundu me ves Në këtë natë të pakim Kur të dame to e pres Prejrin ti do t'jesh me këllim Do të shkrim të shurim E janë pres me padurim Si nuk kemi sote në repik Ashtë në fiku Ashtë në fiku kë Tirona
akin Strand ma file mu du me ves Me këtë natë pa akin Ute ta me po e pres Prerin ti nuk do t'ke gri Do të shkrim të shuri E jam pres me pa dori E do sa jemi të ri Një lumë si ngam, urime për shiftin, ande shifti ma i lumë të në botë. Shpresoj që t'jeni duke kaluar mirë, është ende do t'a quaja fillimi, sepse kjo atmosferë do na shoqëroj deri në orët e para të mëngjesit, do thoja. Në këtë spektakël kanë ardhur dhe personalitete të njohura në të gjithë Shqipërinë dhe jo vetëm. Dhe ne gjejmë rastin t'i ftojmë ata për të bërë jo thjesht një përshëndetje, por kanë ardhur dhe me një mision, për të bërë një vlerësim. Dhe unë do të ftoja këtu kryetarin e Unionit Artistik Shqiptar, zotin Azgan Haklaj, i cili do t'jap një mirënjohje për grupin e Bejteve Shkodrane Show. E mirëpresim me një duar trokitje, ju lutem, është gjithmonë pjesë organizimeve tona të bukura dhe shumë dinjitoze. Dhe sonte vjen për një vlerësim për grupin e Bejteve, i cili nuk është ndalur asnjëherë, edhe me një punë që është për t'u lavdëruar e ka çuar Bejtën Shkodrane deri këtu ku ne jemi sot, ku sjell të traditë bukur të Bejtave në dasmat tona. Mirë se erdhat. Të nderuar pjesëmarrës, më lejoni që në emër të Unionit Artistik të Kombit Shqiptar të përshëndes zotin Xhelal Halili dhe zotin Gzim Brahusha për këtë natë magjike që na dhanë sonte këtu. Sigurisht pra, nuk është hera parë që Xhelali dhe Gzimi na mbledhin në Blue Sky për të na dhuruar momente të bukura në të gjithë pjesëmarrësve. Faleminderit artistëve, këngëtarëve, humoristëve dhe në emër të Unionit Artistik të Kombit Shqiptar, ne do t'i akordojmë një mirënjohje grupit të Bejteve Shkodrane. Jepet grupit të Bejteve Shkodrane Show me drejtues zotin Bujar Zurrali për kontributin e madh në 2 dekadat e fundit në ringritjen dhe mbajtjen gjallë të Bejtjes Shkodrane, duke bërë këtë gjini artistike shumë efektive e militante si në formë dhe përmbajtje me tipare të reja, me një fizionomi të adhurueshme e të dashur për njerëzit. Në këto 2 dekada, grupi Bejteve luajti fuqishëm rolin aktiv si një promotor në gjithë lëvizjen kulturore e artistike të qytetit. Unioni Artistik i Kombit Shqiptar. Takzoni këtë vlerësim tërësisht të merituar. Ju faleminderit shumë zoti kryetari i Unionit Artistik të Kombit Shqiptar. Bejta gjesim një çdo ditë, optimist, shkojmë drejt suksesit, me më gjallë këtë ditë dhe me çu brez mas brezit. Faleminderit të dy zotrinjve, i përcjellim me një duar trokitje dhe do të vazhdojmë me të tjera vlerësime. Kemi qenë pikërisht në këtë sallë ku kemi dhënë edhe kupa që janë komentuar sidomos në rrjetet sociale, nami është bërë, po që ka pas një sfidë të paparë dhe pastaj një konkurrencë shumë bukur. Bejtet kanë vazhduar dhe pas spektaklit. Kësaj radhe nuk kemi sfidë, sepse ne jemi në dasëm dhe gjithë jemi për të njëjtin qëllim, çifti që martohet. Megjithatë, kemi menduar që sërish të japim 2 kupa me një motivacion krejt tjetër. Ne edhe e prezantuam karrierën e tij të gjatë 50 vjeçare në Bejtet Shkodrane. Dhe është momenti i duhur që Gjosho Qyrsaqit, zotrisë që na ka urdhëruar, ka ardhur nga Italia dhe është me një kontribut të jashtëzakonshëm në Bejtet Shkodrane, t'i japim një kupë. Dhe unë do ftoja mjeshtrin e madh, Adnan Bala, i cili do ta jap këtë kupë, ndërkohë që motivacioni do ta lexoj, mos u largo Xhelal. Motivacion do e lexosh ti. Mysafirë të nderuar, duke përshëndetur dhe falenderuar për atmosferën që po krijoni. Unë kam kënaqësinë të jap një çmim mirënjohje. 50 vjet karrierën e Bejte, mikut tonë të përbashkët, betagjistë të shuar zotit Gjevalin Qirsaçi. Takzoni. Muni tash më zunën hall. Se daj qefin prej qederit.
Më vjen mirë që një mjeshtër i malë mu ma jep këtë flet merit. E meriton plotësisht, do të lexojmë edhe motivacionin nësë është e mundur. Certifikat, çmimi i karrierës i jepet zotit Gjosho Qysaçi për kontributin e shquar në karrierën e tij 50 vjeçare në majtjen gjallë dhe kultivimin si talent i rrallë të Betës Shkodane dhe gjithë lëvizjen kulturore artistike të qytetit Shkodrës. Producenti jam unë, Xhelal Halili, regjizori i grupit Beta, Bujar Zurali. Egzor Gjosho. Mu përbohet zemra mal, tyra Curlës edhe Lodrës. Faleminderes Zoti Xhelal, presidenti i Ehonës Shkodrës. Ta gëzoni këtë vlerësim. Unë urova këtu Xhelalin, e po dukem pak si pinshëm, po përshnes edhe Bujar Zuralin, regjizorin e lavdishëm. Faleminderit edhe për bejtet e bukura dhe për përshëndetjet. Mu këta fjalë më dalën prej zorit, se gjithmonë kam unë intelektin. Faleminderit për spektatorit që më dhane mu respektin. Shkova me qytë peshk, gjovo e në bënd shkorë zuna njëllë, pa të qeshe këtë bejtë, e pa të thamë unë 2-3 fjallë, për shto natë të qohën për gjumit, edhe mu nehin sytë me gleqë, pa të qeshe për këtë bejtë, pa ti mos më mërë për të keshë. Këtu me në të unë. Fjallët e mija tonë se bda, di që deshtë unë me të vetë, ti nuk e meritan atë kupë, se i gati i të ujdekë. Unë kam hyp dikur nërftej, edhe bejta më ka lezet. A kim jena të dy sëj, se ha dreqi gjone vetë. Me për tepër nuk po di, të në betat janë ba buj, i ba me dek, e ti si duhet gjanë kërkuj. Fjallë të shumë të forë smikane, Gjosho ke ba shumë përpjekje. Gjdo kabine litrike shoh foton tane me diqiturën rrezik vdekje. Po i drejtojmë spektatorit, e po më pëlqen shumë gjendja, ma gëzu shkupin e 50 vjetorit, Gjosho i shallas të rritet mendja. Tani do të kemi një tjetër vlerësim, do të dëshiroja që gjithë vëmendja sallës të jetë sërish këtu tek ne. Do t'i alternojmë edhe me bejte, sepse për këtë jemi mbledhur sonte, por pasi vlerësuam një personalitet të bejteve me një karrierë 50 vjeçare në këtë fush, është radha të vlerësojmë një të ri, për treguar se bejta është një traditë e bukur që vazhdon, e që nuk një mosh në fakt. Përpara se ta prezantojmë dhe ta ftojmë për të marrë vlerësimin, unë dua të falenderoj shumë zotin Sokol Muja që është me ne sonte dhe ka ardhur pikërisht për këtë mbrëmje. Është edhe një nga sponsorat e spektaklit, por vjen për të dhënë edhe këtë kupë për një ndër bejtarët më të rinj të qytetit të Shkodrës. Motivacionin do ta lexoj këtë rast producenti Xhelal Halili, që na lexon motivacionin. Agjencia Spektakleve Jehona Shkodrës, grupi i Bejteve Shkodane Show. Certifikat, çmimi inkorajus. Djaloshit të talentuar Noel Hoxha. Noel Hoxha! Vlerësohet si bejtari më i ri i bejtave shkodrane në dasma tona. Motivacioni, mirënjohje e thellë për kontributin inkorajus si talent me vlerat veçanta krijuese dhe interpretues, duke promovuar aftësitë e tija të shumëanshme dhe premtuese në mjaft drejtime, si një gjeni i vogël për një të ardhme të madhe artistike të tij. Presidenti i Honës Xhelal Halili, regjizori i grupit Bejteve Shkodane, Bujar Zurali. Ta gëzofsh vlerësimin Noel, je një djalë artist në shumë dimensione. Shumë faleminderit. Ja ku dorëzojmë edhe kupën. Me kënaqësi po të roj se kujtimet kur nuk hupen, në bluskaj të dhuroj djali mërgimit të i kupen. Shumë faleminderit. Me mendime nuk jam ngop, artist do jem ta njeten. Faleminderit për këtë kupë,
Gjosho do të vazhdoj stafeten. Shumë faleminderit. Që më cilësut si një artistëri edhe kjo ku për mu nuk është thjesht një çmim i marrë që bravo Noel, por është një çmim që thot vazhdo Noel. E për këtë ju falenderoj shumë. Dhe pas vlerësimeve, shpresoj që ndjeni mirë dhe komod, ushqimet janë të shijshme këtu në Art Center Blue Sky, por unë do doja gjithë, pa përjashtim, për të krijuar një atmosferë fantastike, gjithë. Le të çohemi këtu dhe të kërcejmë. A dini se pikërisht në këtë sallë është bërë i famshëm një djalë i cili ka arritur 1.700.000 shikues në rrjetin Facebook. Prandaj, keni mundësi të bëni të famshëm duke kërcyer këtu. Por, për ta bërë këtë, duhet krijohet një atmosferë fantastike dhe unë do të ftoja këtu një ashik i ardhur nga Ulqini që krijon një atmosferë të elektrizuar me një duartrokitje shumë të fortë, Gëzim Salaj. Mirë mbrëma, zonja zotëri, ju përshëndes të gjithë dhe kaloshi mirë dhe bukur, si gjithmonë në këtë ambient madhështor, në këtë restorant të bukur, në organizimin e Ihonës së Shkodrës dhe bejtëgjive të cilët e mbajnë gjallë këtë historik të bukur. Përshëndes gjithashtu dhe kryetarin e Unionit të artistave shqiptar që ndodhet sonte këtu. Me disa këngë të Ulqinit juftoj që të bëjmë një atmosferë të gjithë bashkë. Përshëndes dhe gjithë këngëtarët bejtëgjit. Hajde gëzuar! Për e një të ditë që të njofta zemërën e malë ke marë, për e dashnit e pola tisma të një tjanë, legjet e mone me shpres, jo kur e nuk me thu, te ka me dashtu në fort, shpate që me le mu, a moj dashnore, zemërën e malë more, kur me ta pa ty, si me te pasy, se për e muskele, ah moj dashnore, ah moj dashnore, zemrën e madhë more, kur me ta pa ty, si me te pasy, se për e muskele, ah moj dashnore. Bravo! Tash nuk i ka me malot, i ka me derdhë për ty, te ka me dashto në fort, do gjene ata sy, natën e tu i me mu, si i mon shdo nat, da se jetë e ju, unë te dua prap, a moj dashnore, zemrën e madhë more, kur me ta pa ty, si me te pasy, se për e muskele, ah moj dashnore, ah moj dashnore, zemrën e madhë more, kur me ta pa ty, si me te pasy, se për e muskele, ah moj dashnore. Hajde stojmë në valle, bravo! E kom jeni s'ku, tonë me shkue, qubane, hajde dhe, qubane ka shkove, te amore. Bravo! E unë jam nisë me dale në pazare, qubane, hajde dhe, qubane
ka shkove e amore. Për bebeje e veke me are, qubane, hajde dhe, qubane ka shkove pe amore. O, bravo shkodra! Kadife moj, kadife, oj, aman e mene se qka t'ka me than. Oj, aman e mene se qka t'ka me thane, bakunor, aman e bakunor, moj du me t'man. Oj, aman e mene se qka t'ka me thane, bakunor, aman e bakunor, moj du me t'man. Bravo, Bisu. Kur ma vesh moqen e kuqe, o me dukej si papaga. O që shanditi që mi banuse me kelan, aman me kelan si fukara. O që shanditi që mi banuse me kelan, aman me kelan si fukara. Oh, Dija ke bolla! Oho! Kendrit yaylami ori, aman yahani fukara. O të bona be pas qyte balit, zemrën teme, aman zemrën teme, mund se ma pda. Oh, moje mira, o mojnë në majdete, o për diçka moj, uno du me t'vete, o për diçka moj, uno du me t'vete. O me t'vete, edhe me të thane, o për një të molo, o që ta kam dhane, o për një të molo, o që ta kam dhane. O që ta kam dhane, o a kjerujto, apo e këngrane,
kujto, edhe se kam në rane, o e kam shefo, në vedi poj në rane, o e kam shefo, o në një që në rane. Sho moj lule, sho moj bi, sho moj bi, sho moj lule, sho moj bi, sho moj bi. Ka veç nana nuse ty, o nuse ty. Ka veç nana nuse ty, o nuse ty. Mashallah. E besa nane po ka me mërzi, po ka me mërzi. E besa nane po ka me mërzi, o ka me mërzi. Me ta sjelu në shpinën ty, o shpinën ty. Me ta sjelu në shpinën ty, o shpinën ty. Hajde dhamër, hajde! A e dini se botën e dojmo, dhamë rione. A e dini se botën dojmo, dhamë rione. A dini me kota, mashallah. E ta uroj me martesën e tyjo, dhamë rione. Ta uroj me martesën tyjo, dhamë rione. O i lulja blini do, kujna jale babeno. I lulja blini do, kujna jale babeno. O i lule moskidet, baba te uron shëndet. I lule moskidet, baba te uron shëndet. Kujna jale none no, o i lulja blini to, kujna jale none no. O i lule moskidet, nana te uron shëndet. O i lule moskidet, nana te uron shëndet. Shoje krytin e përha, pa moje nusia e bashk. Shoje krytin përha, nusia jo mashallah. Marsha, ma moje nusia jone. Se i ke dal për marsha, ma moje nusia jone. Faleminderit shumë, u trashëgoshin. Të knoft zemra Gzim Sala, Bilbili Ulqinit, një duar trokitje të madhe ju lutem për këtë mjeshtër. Na ka kënaqur dhe na ka sjell këngë shumë të bukura dasmash, të cilat sonte zbukuruan edhe dasmën ton, këtu në Art Center Blue Sky, ku jemi mbledhur të gjithë së bashku për të gënzuar e për të kënduar e për të sjell bejtet e bukura të dasmave shkodrane.
Është një tjetër moment shumë i veçantë, do t'ju lutesha të gjithëve të zinit vendet tuaja, pasi në monitorin e madh atje në LED Wall do të shfaqet një foto shumë interesante, së cilës do t'i nxjerrim Beta. Dhe është momenti. Ka këtë kujtim, tuj e po, hala së ngopa, ka nga ti sjedhë kaqë gëzim, so ashik e kanë që hopa. Beten, unë e thamë në shok, e nuk dalë në rezet dilit, rujakim mas bish në tokë, se shpërthiqesh si thes millit. Unë po i thëmë tënve, mirë se keni ardhë, edhe i dashtun jam be shokt, po ta shof në kry një thest bardhë, a di e gjanë ku i ke lënë flokt. Betën tonë dhe bukureqi dhe tonin, di qa deshta me diftu, ty nuk njef kërkush, nësa ton shkodra qohet në kam për mu. Unë po fryhem, por si pats, e po dukem me dur të ngrime, ma mirë ai që ashtë të vatës, se sa ti me flok të thime. Asjerë nuk bëj gabime, e tësh, unë shkua si qosha, në fakt me thonë drejten, jam ba me vime, po mund ka i ka dhe mosha. Gosa kur ka betonin, po ati dhe se dënë mosh, mos binke si për të sesi këtë bet, gjithmonë ki keni trash. Mu gjithmonë ka e smar, edhe fjallë ti thonë vërteta, ti mund njifesh si këngëtar, po unë jam super beta gji për beta. Pirakinun por si ujin, edhe ma pa ha bërdzovën, shqyqysh që pat me keme zjarkuin, tonin për vjellën agi mollën. Mas mban mu me pol, di qatë deshta me ju dyftu, nuk gjerë ku shkuin me agi mollën, por gjerën ton shkodra kuin me ju. Beta jam e si o mërë, edhe i dashën jam e shok, gjosho me të pa ma agimin ftyrë, duke një si me kënë binyok. Një duar trokitje për bejtarët tanë, nga kanë knaqur sonte, do të kemi foto dhe video të cilat do të shfaqe në monitorin përballë dhe ne do të sjellim bejtet bukura. Është momenti për të tjera këngë të cilat do ta ndezin atmosferën, dhe ajo është një nga vajzat më të bukura të muzikës, e sigurisht edhe zërat më të mirë të saj. E mirëpresim këto mysafire të nderuar, zonja dhe zotrinj, Elizabeta Marku. Atëherë përshëndetje të gjithëve, mirëmbrëma, mirë se keni ardhur në këtë festë madhështore. Kam nderin dhe kënaqësinë që sonte marr pjesë në Betën shkodrane. S'ka gjë më bukur me ruaj traditat shkodrane. Atëherë në veçanti përshëndes televizionin Blue Sky, Gzim Brahusha, Xhelal Halilin. Do doja një duar turkite shumë të fuqishme për presidentin Jehonës Shkodrane. Gjithashtu për presidentin e Unionit Artistik Azgan Hakla. Nuk harrojmë pa përshëndetur dhe të zotin e shtëpisë duke ruar trashëgo djali jetë gjatë të lumtur bashkëtorë dhe doja një duar trokitje shumë të fuqishme për çiftin ton simpatik. Mori shyrete, mojinu se mori
famt e qofshi qifti me i lumtur në botë. Ju falenderoj nga zemra të gjithëve. Faleminderit, shumë faleminderit. Të knodh zemra Elizabeta Marku. E përcjellim me duar trokitje tuaja artisten e cila është gjithmonë pjesë e sofrave dhe gëzimeve dhe sonte është pjesë e kësaj dasme të bejtave shkodrane. Është momenti që të mirëpresim me duar trokitje tuaja Zotri Hilmi Kurtin, mjeshtrin e madh, vjen për të na dorëzuar sonte një ndërim për kryetarin e Unionit të Artistëve të Kombit Shqiptar, Zotit Azgan Haklaj. Do doja që të kishim të dy këtu në skenë për të dhuruar edhe këtë vlerësim të rëndësishëm i cili vjen nga Zoti Hilmi Kurti, mjeshtër i madh. Me një duar trokitje, i mirëpresim. Herë mirë mbrëma gjithëve. Ti adhurosh një libër, ti artistit mall, që është edhe mjeshtër i madh, por është edhe kalor si Skënderbeu të urdhën i flamurit, krejtësisht për meritat e tij, po që e kena kandidat për deputet, e shpresojmë të kena në parlament, mikun të mngusht, Zotnia Azgan Haklaj. Malësi si kënej me vargje, ti do dhët librit cilin do t'ja dhuroj, sepse Azgani është një artist në gjitha troje shqiptare. Azgan Haklaj tashma është një artist i konfirmum marë troje shqiptare me aktivitetit e ti kutë do që shkën në tëna troje shqiptare, kryojnë atmosferë, kryojnë gëzim, edhe sonte këtë naturisht që kryojnë një atmosferë shkëlqyshme. I dhuroj edhe mikut ton një mirë njohje dhe krejt stafit Bejtagjive, të roj të në të mirë aty, zëtni miku jemi ngusht e i shtrejt, Azgan Haklaj, e ta mash me njerë këtë liber kujtim nga Hilmi Kurti, mjeshtër i madh, miku jetë i madh. Shumë faleminderit, unë sigurisht që kam marrë shumë çmime, jam ndëruar me shumë medalje, por libri është një dhuratë shumë e çmuar nga njeriu i librit. Faleminderit mik i dashur, kur të vlerësojnë miqt, vlerësimi është më i madh. Se çdo ti e meriton plotësisht. Madhështia gjunezohet para modestisë. Asgjë më shumë përse faleminderit. Po në gjëti more djallë, një ka fjallë të pati lezet. Azgan në trup, e azgan në fjallë, ty të dhashtë zoti shnët. Mirë, ne do vazhdojmë edhe më pas me Bejta, mos i harxhoni gjitha me gjithë se ju i krijonin çast ato. Autoriteti i Bejtës her pas here ka tërhequr vëmendjen dhe të institucioneve në qytetin e Shkodrës dhe një institucion që i ka qëndruar besnik Bejtës shkodrane ka qenë edhe Këshilli i Qarkut Shkodër dhe në veçanti kryetari Edmondo. Prandaj gjej rastin këtë institucion ta falenderoj nga zemra për mbështetjen e vazhdueshme që na ka dhënë në realizimin e këtyre spektakleve. Do të vazhdojmë aktivitetin dhe ku ka më bukur se me këngë. Me këngë, por Linda nuk e di nëse e ke dëgjuar që shumë këngë të vjetra shkodrane kanë emrin e një vajze të hishme. Dhe shkodrane duke qenë pak zhvillues, e kanë gjetur se për kë është bërë kënga. Bile ata i kanë identifikuar se kjo këngë, për shembull, është për këtë vajzë e cila ka këtë emër edhe këtë mbiemër. E ke dëgjuar këngën Karahase? Patjetër që po. Atë do e sjell Agimolla, por unë do të sjell disa vargje për të shuar kureshtjen se si lindi kjo këngë. Këngëtari më njohur Kol Gurashi pyet Adem Kasratin për këngën e krijuar nga ana e tij Karahasen. Se si u bë kjo këngë, por e pyet me bejte. Një tash bjen TikTok sahati, ka qëllu një natë rallë. Më kallëzo Adem Kasrati, Karahasja, si u bë këngë? Adem Kasrati përgjigjet. Karahasja zoharohet, mi gjomiro a shik plak. Gjithmon Shkodër do të këndohet për dashni e për merak. E mirëpresim, një madhe Agimolla. Kja është një nërë këngë që më ndaj unë. Një nërë këngë më të bukra që ka një historit veçanë. Nona Zyli Hamilotit
rënë dashnim me Adem Kastrati. Kur një kohë, Adem Kastrati do të me marë nonën e të madhës Zilia Miloti, por nuk o realizu. Urimin e për Selkanga, jalla u shëmsh me i Karahas. Yellow shows my Karahase, she night doesn't get deri. Oh, konga yote noti mesoze, rui miro, amati miro, yo soy buri, ama. Rui miro, amati miro, yo soy buri, shashbe. Me këtë kongë përshnestin malin Ferit Dervishi, me kongën e Karahasit.
Andën shumë i thja atmosferën. Kush po vjeni me i te me i na, kush po vjeni me i te me i na, dhe një djallë që mi hejnë se vida, dhe një djallë që mi hejnë se vida. Hajde hila, hajde tek të kimola për ti. Oha! Mosh me vrah, mori mosh me dek, mosh me vrah, mori mosh me dek, dhe unë jama shiku i shkeres, dhe unë jama shiku i shkeres. Me këtë kongë për Sheslemin, që është një nër më spektakullaret e skedinave. Që na duhen më lekne, ne na duhet qipi, sepse kur desim, kur që nuk pare me vetë. Leta tuja ma i na pashkojmë, unë me ti marri
dhe vazhdojmë spektaklin e kësaj nate me të tjera vargje, të cilat të herë i sjellim unë dhe kolegja ime Kozeta Bruçi, do ta mirëpresim në skenë për të përcjellur bejtet e bukura, të cilat kanë qenë gjithmonë traditë e Shkodrës, traditë e këtij qyteti që përveç muzikës së bukur ka pasur edhe bejtet fantastike. Patjetër që po. Ne do të vazhdojmë edhe programin me këngë dhe me këtë atmosferë të bukur, por kemi hapësirat e posaçme për disa foto specifike që do doja t'i sillja ato në monitor. Pra ne kemi një foto të radhës, bëhet fjalë për foto numër 3. Kë kemi gjuajtur kësaj radhe, e nxjerrim aty në ekran dhe i angazhojmë bejtarët tanë. Ja pra ku kishim Xhelal Halilin në pushime, ku ishe? Nda trego pak. Shirok të Antalyas. Doni qa doni ju, a i shkoj me pushime, kaloj mirë, kishte hypur dhe atje, juve suamban më duket. Ja ka ba zotiris po ty? Unë Belipoja kam tepër. Mirë, është rradha e bejteve. Ate ta ngasmojmë pak Xhelalin. Betën unë që gjithmonë, për Fatmir, thamë kollaj, shok procentin në balon, dhe në me ardhë ma shpejt bluskaj. Me timon apo timon, duket se a i paes damin. 1, 2, 3. As gjeloj dhe zinë ku shkon, pa i shalla zbjen nuk rahin. Shpëriti kurneset Xhelal nuk ko hall po bosh hin. O lollë që shkove në Island, a kishtë atjera ki me pi? Po më duket se është në gjodër, si mu ullë për Everestit, më duket është i shkur në Big Brother për me i qu mesazh gjestit. E ke da gjithmonë Gjëshnin, ke kene me zotni, ba me ra producentin nuk rahin, i thot jam në Mali. Për me dash me ne shpëritin Xhelal, nuk ko hall po ken hini, të shnaqit me betat ton, fjallën e ka Xhelal Halili. Ju përshtes gjithve, ju urej mirë se ardhen tuj, jeni qujt dasmor artistik sunde, besoj se pakalojmë çaste shumë të bukura të mrekullueshme që i darsa me vërtet. Të gjithëve falenderoj tavolinë për tavolinë, të mrekullueshëm që kanë ardhur nga larg, nga Shkodra, nga qyteti i dashur. Të kalojmë përsëri darsma artistike vazhdon. Fjalën e ka e mrekullueshme Linda. Faleminderit nga zemra. Dhe kënga më e bukur e dasmave, ajo pika kulminante, është Napoloni. Rallën e ka qifti bashk me dasmor. Këndon për ne Alma Velaj. Maria, oh Maria,
shana. Hajde, oh Maria Mariana, pace te merishana. Oh Maria Maria, pace curabia. Oh Maria Mariana, pace te merishana. Haydi, oh beş.
falemderit, ju lumshin komt, ju falemnderit. Të knoftë zemra Alma Velaj, fantastike si gjithmonë, nga ka sjellë të atmosferë shumë të bukur me Napoleonin, që është edhe kërcimi tradicional i çdo dasme. Edhe çifti ynë e ka kërcyer e kënduar shumë bukur bashkë me Almën, për të sjellë tashmë rrallën tek një tjetër këngëtar. Ai është një artist i njohur jo vetëm në dasmat tona, por edhe me këngët e bukura që ka sjell. Madje njihet jo vetëm si këngëtar, por edhe si instrumentist i shkëlqyer. E mirëpresim me duar trokitje tuaja, zonja dhe zotrinj, këngëtari Bars Pahja. Dua t'i këdoj edhe herë me që jena ndasëm, apo jo? Se na, me të në drejtë na ka marrë molli edhe në vërë dasmat, inshallah dasma gëzime po atë që në familje tuj të gjithve. Përshëndes Xhelal Halilin për organizimin shumë fantastik si gjithmonë. Xhelali, gjithashtu Art Center Blue Sky që gjendet gjithmonë i gatshëm për këto eventet jashtëzakonshme. Do t'i kënoj çiftit të ri ose më saktë Nusës. Mori lulja frashin i dy bardhi, frashin i dy bardhi. Mori lulja frashin i dy bardhi, frashin i dy bardhi. Ata nana uva marri, uva marri. Ati tha nana uva marri, uva marri. Huva marri nanam ta fani me ka thani. Huva marna lani ka thani me ka thani. Lot për faqe ja kamelani, ja kamelani. Lot për faqe ja kamelani, ja kamelani. Ju kam thanit ma bajni hala, ma bajni hala. Ju kam thanit ma bajni hala, ma bajni hala. Për 20 ditë, qeni kanë ba, që kanë ba. Për një këtë ujtje, që kanë ba, që kanë ba. Hajde gjithë vove! Kur të na vishim o një herë, ka i herë, ka i herë. Kur të na vishim o një herë, ka i herë, ka i herë. Ta bim koftën me sheqer, me sheqer. Ta bim koftën me sheqer, me sheqer. Moje mira, oh ne dhe stani do. Moje mira, oh ne dhe stani do. Të mos ja prish, o që vinja rani do. Mos ja prish, o që vinja rani do. Hajde shota mashallah, fluturon me gra. Hajde shota mashallah, fluturon me gra. Luj shota luj, valen e da paguj. Luj shota luj, valen e da paguj.
qit, o qika me qike no. Ty bre djall, të rafte mira o. Ty bre djall, të rafte mira o. Hajde shota mashallah, fluturon me gra. Hajde shota mashallah, fluturon me gra. Luj shota luj, valen të paguj. Oh, luj shota luj, valen të paguj. Për ha, vamoj nusja jone. Qoje krytin, për ha, vamoj nusja jone. Ej se kanar shoqetet, vamoj nusja jone. Se kanë arshon që ti me t'i pamoj nusja jo. Veç me vedi bise dojnë moj nusja jone. Me vedi bise dojnë nusja jo. Na ki dole për marshalla moj nusja jone. Na ki dole për marshalla moj nusja. Atë lungoja I moni më shpaj. Qoje krytin me malëni moj nusja jo. Qoje krytin me malëni nusja jo. Se ke marrë një për zotini moj nusja jo. Se ke marrë një për zotini moj nusja jo. Urime. Të knoftë zemra, nga knaqe me këto këngë bukura të dasmave shkodrane. Dhe jemi në një tjetër moment ku dëshiroj të falenderojme dhe një herë tjetër sponsorat tanë. Po e nisim me Dashi Dekor, që është tashmë në monitor, bëjra plastike, patinim, lyerje dyersh dritaresh, lyerje me lak, lyerje metali dhe punim me gipsi. Faleminderit gjithashtu Shpëtim Milotit, emigrant nga Franca. Faleminderit Angela Vasia, vajza të madhe Gjosho Vasia. Një falenderim për Sokol Mujën, djalit madhit Mërgi Muja. Falenderim gjithashtu për Gjosho Qyrsaqin. Kemi një falenderim tjetër të veçantë për Ana Turs, Anileda Salon Bukurie, Monika Fashion, Holta Ramadani, Salon Beauty Vogue, Dyqani Mishit Tek Shemi dhe Giovanni 4 Hidrosanitare. Për gjatë monitorit aty ju jeni njohur me këto biznese dhe gjitha ato që ofrojnë shërbime, pra të gjitha bizneset, për jashto sponsorat që kanë qenë emigrantë dhe miq tanë shumë të afërt, ju mund të gjeni shërbime mjaft të mira pranë tyre. Ne do vazhdojmë programin dhe ja kemi lënë një hapësirë vetë muzikës, që këtej tuti do kemi vetë muzikë. Pa tjetër që po. Do të mirëpresim në këto momente mjeshtrin e madh Adnan Bala.
Basha dy që nisë në gjërgjë Basha dy që nisë Danse mje Via fenis Danse mje Via fenis Kuja rritë moj Julia me ere Bukuro Dalu polnjere Kuja rritë moj Julia me ere Bukuro Dalu polnjere Gjamadan jeshile Vëqami Gjamadan jeshile Hije paska Ty moj dramofile Hije paska Ty moj dramofile Kuje rritë moj Lulja me ere Kupuro Dalu polnjere Kuje rritë Julia me ere Bukuro Dalu polnjere Dukane, una mare dhe Shta me tane, hej, hej, hej Una mare dhe Shta me tane Una mare dhe Shta me tane Tur një qare për Me në ngrane, hej, hej, hej Tur një qare për Me në ngrane Hey, 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 no të bogë, rep me gjama O, no të bogë, rep me gjama Atë më rishi, dy trisana Hey, 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 atë rishi, dy trisana Hey, 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 poj qëndriti sa për dy dhana Poj qëndriti sa për dy dhana Pishin kafe me finjana Hey, 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 pishin kafe me finjana
çfarë ma bën me sy. Vaj, 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 hiç nuk më ke marrë, o më goca vogël që na bën e mira. Vaj, 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 hiç nuk më ke marrë, o më goca vogël që na bën e mira. Roka Madonina, donna me o vogël, moj goca vogël, çfarë na bën me do. Ora Madonina, donna me o vogël, moj goca vogël, që na bën me do. Vaj, 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 hiç nuk më ke marrë, o moj goca vogël, që na bën me ra. Vaj, 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 hiç nuk më ke marrë, o moj goca vogël që na bën e mira. Ajde, no. O që jam me halë që na bone o zot, me pute në valë, tani nuk dalë do. O që jam me halë që na bone o zot, me pute në valë, tani. O më na që na valë, më linde papa, linda dja Shkodra do pësë në shia. O më na që na valë, me linda papa, linda dja Shkodra do pësë në shia. Gjleta që kalova, a nga që jaku, një base të kova, e me se maraku, si qiri po drejten, dhe me të ka pa, ka frikë se do me të. Ju lumë që ka me të. Fantastik si gjithmonë Adnan Bala, të knoftë zemra, do të vazhdojmë tashmë me një tjetër artist. Ai mëfton që të afrohem në qendër të skenës, ndërkohë dua të falenderoj shumë me gjithë zemër stafin që punon për teleshikuesit, që ata të na ndjekin përmes ekranit të Art Center TV Blue Sky. Dua të falenderoj të gjithë djem që kanë punuar sonte gjatë kësaj mbrëmje të bukur artistike për të sjellë për teleshikuesit të Shkodrës dhe jo vetëm të spektakël të Bejtës Shkodrane. Është momenti që të kemi një artist i cili për herë të parë përpara 20 vitesh solli këngën e Bejtës Shkodrane. Edhe atëherë Bejta kishte të njëjtin regjisor, zotin Bujar Zurali, edhe djali që këndoi për herë të parë këngën e Bejtës, atëherë një djali i ri dhe këngëtar i ri në moshë, sot me shumë eksperiencë vjen për ta mbajtur gjallë këtë sallë dhe për të na shoqëruar ndoshta edhe në një kërcim tjetër të bukur. Miri Malja! Ako më knasi se me punu me mjeshtrin Mirë Zurali. Do doja një dura trokitje të fort për drejtuesin e muzikës sonde. Nuk e ndëgjova. Edhe më fort. Atëherë kur Bujar Zurali bënte koncerte, asnjëri nuk bënte Bejta
Dhe kështu ecme deri kur erdhi të spektaklin e madh të Blue Sky. Ju urojmë kaloni çastin sa më gëzuar. Ju faleminderit. Zemra që mu doq Mëlqia që mu poq Por sevdanja që mu Nga bukurie sa Amani Shokanin maçanik Sevdaya smuhos Nga bukurie saj Ajde Zënili, ju përshëndesim Ajde shoshnia, ju përshëndetje vjen nga Zënili Se te po sevda Në moshën e pleqërit Kushti se te po sevda Në moshën e pleqërit Oh, mjerate Shërëmenjan Kujton viten e rinit Mjerate Shërëmenjan Kujton viten e rinit Gjithë një shivi le ta di Se sevdaja sa kufi Gjithë një shivi le ta di Se sevdaja s'ka kufi Unë e vetë dhe kam provu Si dini dhe në pleshnik Unë e vetë kam provu Si dini dhe në pleshnik O po të pys Po të pisam jetike Ej, unë jam 23 Unë jam 23 Ajde Shkodra Po shëshjani që ti do Hatritaren dhe me shtro Po shëshjani që ti do Jama moj goce moj Jama jali këtë dashuroj Jama moj goce moj Jama ne askush nuk më ta daj More fare Ti moj kos moj në latare Zemre se shma more fare Jama moj kose moj Jama ne askush nuk më ta daj Jama moj kose moj Ama djali ty të dashuroj
që porike shpia Shke moj koncert që porike shpia Ka madhet e mija qurëm e këshomja Ka madhet e mija qurëm e këshomja Goce o këllo Hajde se ma doqe o moj se vero I goce o këllo Hajde se ma doqe o moj se vero O qke me quno që porike qesja E qke me quno që porike qesja Ka manet e mija quno e koqenesja Ka manet e mija që koqenesja Jeke mo kënë rrugullat Se me ti kam salarat Ajde koqe ma shalat Dve ti kam rasegat Jeke mo kënë rrugullat Se me ti kam salarat Ajde goce ma shana, në ty kam rënë Fantastike atmosfera. Do të vazhdoj sigurisht kjo atmosferë e bukur, por ne do të bëjmë mbylljen e programit artistik për të gjithë ata të cilët na kanë ndjekur përmes televizionit Blue Sky. Së bashku me kolegen time Kozeta Bruçi, sonde kemi qëndruar në këtë spektakël fantastik Betet në dasmat shkodrane, i cili ka ardhur në fundin e tij. Unë ju falenderoj për gjithë kënaqësinë që na keni dhuruar, artistët të gjithë me radhë, faleminderit për ritmet e mrekullueshme, publikun e dashur shkodran dhe unë kam përshtypjen Linda se kudo ku është kënga shkodrane dhe kudo ku është ky publik, patjetër shfaqja është e garantuar. Një falënderim për të dyja moderatorët e mrekullueshme që na shoqërojnë çdo mramje dhe çdo spektakël për Betat Shkodrane. Faleminderit Noeli, prezantuesi i ardhshëm i Shkodrës. Edhe këtë moderatorin ton i cili na shoqëron gjithashtu kudo dhe që është fantastik, jo vetëm si moderator, por edhe si Betaxhi. Të tre së bashku po e mbyllim këtë spektakël duke falendëruar shumë organizatorët dhe të gjithë ju që u bët pjesë e kësaj dasme të madhe. Miru takofshim në të tjera aktivitete fantastike. Miru takofshim. Natën e mirë.